E rënd në Tiranë, punonjësi Gardës Republikës gjendet pa shenja jete brenda makinës së tij. Në orët e parë të mëngjesit të sotëm, një ngjarje e rëndë është regjistruar në rrugën Mihal Grameno në Tiranë. Sipas informacioneve paraprake, në datë 5 qershor 2025, rreth orës 02, është gjetur pa shenja jete brenda automjetit të tij të parkuar në garazhin e banesës shtetasi Gentian Lelçaj, 47 vjeç, punonjësi Gardës Republikës. Dyshohet se ai ka dhënë fund jetës me armën e shërbimit. Në vendngjarje ndodhet grupi i hetimit i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të mundshëm të ngjarjes. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme në lidhje me këtë rast.